Ja, kjo që edhe supa, supë vere tamam, një supë e mrekullueshme, me këtë supë kënaqen të gjithë. Të dashur ndjekës, sot do pregatis një supë verore, është shumë e shijshme, me lopë domatesh. Këtu kam hull 2 kokra domate mesatare. Janë dhe të afta tash se është hyrja e verës. Kjo stine ka dhe pak domaten e papjekme dhe unë do detyrohem që ta bëj pak më të afët këtë supë edhe më të shijshme, pak limontoz, ja. Do ta përzij me domatën, që t'i japi shije dhe të duket të afët për të hap edhe oreksi, se gjithmonë supat në verë janë shumë të shijshme. Tash fillimisht do hedh vetëm domate, pa ynyr, pa gjë, vetëm atë pikën e limantozit. Do ta lejm pak sa të mpiksi atë lëngun e vet që nxjerr domatja. Unë e kisha gri me rende. Do t'i hudh edhe 2 kokra kryp. Makarona. Tash unë piks pothuajse uji i domates dhe do hedh orizin. Ja, frizonin me oriz. Edhe ujin e ngrohtë. Rreth 2-3 gota, jo më shumë, ja kaq. 2 gota hodha unë, se kam edhe lëng aty. Edhe do t'i lej morin varë që t'i hudh 1 kup nga ato të supës. Kush nuk dëshiron, le mos e hudhi. Ja, ashti që është shumë e nxehtë lëngu, të krijojmë një lëng të mirë për supën. I hudhim pak nga kënori i supave me perime. Kujdes me krypën, se gjithmonë kur përdorim vegeti ose kënore, gjithmonë krypa do rallu, ose bëhet zeher. Do t'i hudh edhe pak piper të zi kësaj lloj supe. Ja, dhe piperin e zi, të blum në qast, kaq, një lugë e vogël, dhe mulojmë tash të bëhet pak avash. Rreth 10 minuta do ta lej në këtë temperaturë, pastaj do hedh lëng dhe do të bëhet avash, sa të trashet supa dhe t'jetë gati. Ja, tash kanë kalu 10 minuta, do ta ul pak, tash do ulet në një flak të lehtë. Bëhet avash, të trashet dhe orizi, do hudh lëngun e pulës. Lëngu edhe uji do hidhen mas pjesëtarët e familjes për 4-5 persona. Tash do lej të zihet dhe të trashet pak. Supa ka përfundu, është lidhë siç duhet. Unë për të mos kriju pak lëngu veçantë edhe orizi veçantë, do t'i hudhim pak një lugë vogël me miell, një lugë e vogël çaji për këtë mas, pak ujë, 2 lugë, gjelle me ujë, me sy. Kjo e lidh edhe me atë një trajçme, nuk del lëngu veçantë, edhe i jep dhe shije. Tartinën e kam rena, tamam siç duhet, edhe krypën, se kur është e tharët s'duhet shumë e krypët. Tash e lejmë të mori 2-3 minuta val. Tash e largoj. Edhe vej enën për t'i kabërdisi që këtë lën. E mbyllim vatrën tash, sa të marri pak ngjyrë të lyni. Ja, kjo që edhe supë vere tamam, e pak e afët me lëngun e domateve, pa shpenzime, një supë e mrekullueshme. Me këtë supë kënaqen të gjithë, na bëft mirë dhe ne.